në një mos pallim krye fjalë dhe krye dram në një moment kur paraqiten interceptime, jo më hipoteza, por regjistrime telefonike, që qeveritarët të këtij vendi shkojnë me charter, fluturojnë 13.000 milje nga Tirana për të takuar me përfaqësuesit e klaneve kriminale, dhe tashmë kjo nuk është kronik e gazetave apo e portaleve të vendit, por është dosje e antimafjes italiane, e cila, thot autori, fshihet në thellësit më të mëdha, politike shehja, pa diskutim. Por autori thot, ndodhet edhe në shërbime tjera. Unë u bëj thirrje. I bëj thirrje Aleancës Atlantikut Veriut. Të ndalet sepse një kryeministër një vendi antar që vend qeverinë në dispozicion dhe negocion me grupet terroriste, narkoterroriste ndërkombëtar, është rrezik për NATO-n. Unë i bëj thirrje Komisionit Evropian, Parlamentit Evropian, me urgjencë të marrin dosjen Aruba, sepse aty qëndron çelësi i të gjithë veprimtarisë kriminale të Edi Rams dhe organizatës që ai kryeson. Sepse aty qëndron mekanizmi, zbulohet mekanizmi, si u ndërtuar narkoshteti i parë dhe i vetëm në Shqipëri, në Europë. Prandaj ju lutem, nuk mund të ketë kryefjalë, nuk mund të ketë çështje më madhore. A imagjinoni ju që po të mos ishte kontroll mbi mediat, kontrolli qeveritar mbi mediat, sot të gjitha mediat e vendit do të ishin hapur me germa kapitale. Edi Rama bashkëpunëtor i organizatave terroriste.